صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم حبيبه ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد أيها المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسول البلاغ الكريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Të nderuar dhe të respektuar besimtarë musliman, pikë së pari, hamdi takon Allahut te bareke ve teala. Allahun e falenderojmë për Allahun ndihmë dhe mbështetje kërkojmë mbrojtje nga Allahu te bareke ve teala. Allahu të na ruaj nga keqja e veprave tona, që mund të jetë si pasojë që mund të humbim edhe në këtë botë dhe botën tjetër. Kur njeriu vepron jo mirë apo keq, e humb autoritetin, autoritetin para në familje, në mahalla, në fshat dhe djeti. Kur njeriu nuk është i mirë, masallat, ajo që është humbje më e madhe mund ta humbje ahiretin. Dunjoja është si sebeb, si shkak me fituar ahiretin apo xhenetin e Allahut, apo edhe me humbur ahiretin. Umer ibn Sa'd, një ndër ambasadorët më të përkryer të Omerit radhiyallahu anhu, ai njëherë ka thonë se më është ofruar dunjoja për me humbur ahiretin, për anë të refuzova. Shkaku dhe sebebi e tij ishte ai se nuk kishte një jetë shumë të pasur ekonomikisht. Në kohën e administratës së Omerit radhiyallahu anhu është ofruar disa të bolla, disa para, por iman ai nuk i ka marrë, edhe ka thënë edhe pse kam pas nevojë, por nuk e mora, nga jo se u frigova mos jetë paraja apo pasuria shkak edhe që unë mos ta flas të vërtetë. Ndërruar si karakteri njeriu është të njerë njeriu mund për pak gjona i mund disa gjona shumë të mëdha. Allahu na ruaj inshallah. Për atë sinqerisht lutem Allahun te bareke ve teala, Allahu të na ruaj nga keqja e veprave tona, të na ruaj nga keqja e pasurisë, por edhe varfërisë. Cila është e keqja e pasurisë? Të dalësh në dunjë sa ta harrosh ahiretin, ajo është e keqja e pasurisë. Kur është e keqja e pasurisë që mund këtë botën tjetër, të mundosh të fitosh para apo pasuri më tepër në mënyrë jo legale apo me haram, duke pretenduar se e lip nevoja e shumë radhe shumë arsye tjera. E keqja e varfërisë është e keqe. Pejgamberi ka thënë disa dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr, po Allah më ruaj nga paradoku, se mundet ajo të më çojë në fusë. Ne lutim Allahun te bareke ve teala, Allahu të na mbron edhe nga keqja e shejtanëve, e xhinëve, të i cili shejtani sidomos do të pretendojë apo do të mundohen deri në frymën e fundit që njeriu ta lejti prej rrugës së vërtetë në rrugën e shenjtë. Allahu bëshërit e shejtanit të na mbron. Salat e selamet me këtë ditë në maja për të bashkërisht Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili në mënyrë të përkryer kreu amanetin dinor dhe alhamdulillah sot ne zëm që jemi musliman.
Paqja, mëshira qoftë gjithashtu edhe mbi shokët dhe familjen e pejgamberit dhe gjithë ata njerëz të cilët kanë tentuar që deri në ditët e sotit të harrojnë dinin e Allahut. Domethënë kushi ka dhënë mund, ka dhënë sakrifica për të ruajtur tapësi të Islamit. Gjatë historisë së njerëzimit, edhe të vendit tonë ka ndodhur lloj-lloj regjimesh, lloj-lloj ideologjisë, kanë që njeriu të devijojë për vërtet. Një regjim që ishte pak më herë, domethënë që unë pjesërisht e kam arritur, pretendoj edhe në shumë shtëpi, edhe në për shkolla, edhe në për literaturën e tyre, që të flasin për vërtet, respektivisht që të azhërojnë temë. Por një vërtet është Allahu yuridun an yudhi'u Allahi bi afwahihim wallahu yuridun wa la yudhi'u. Do të thonë ta shumë dritën Allah, do të Allah është e fortë dhe porton gjithmonë. Ata jo nuk shohen, edhe pse qafira apo jo dhe të të pretendojnë dhe tentojnë që ata ta shohin apo ta largojnë njerëzit prej dinit Allah. Edhe pse sot neve na është parë një veri, me të folëve, alhamdulillah, në atë aspektin e fesë, xhamia të hapura, mektetet të hapura, e drejta të shkruarit me fesë, të studiosh për fenë, alhamdulillah, na është dhënë kjo mundësi që njerëzit kanë të studiojnë fenë Allah. Pa e që është më e keqja se duke menduar një veri të tillë që e kemi, duke sikur e kemi marrë pak në përfund dhe nuk ja dim kinetin, nuk ja dim shqipirit, se ma herët njerëzit kur nuk kanë pasur edhe literaturë dhe mundësi që të njerëzit po drume, kanë mësuar njerëzit në mënyrë të mësim intern, vetëm për mësuar diçka. Kurse sot neve jo vetëm ajo që funksionon në shkollat, medreset, mektepet, klubet, shoqatat e kështu me radhë, por edhe në përmes rrjeteve sociale na ekspozohet Islami në forma të ndryshme, edhe ne imamet se xhamatin i kemi më të ngritur, se janë të informuar, për çdo sekond janë të informuar, por unë ja tham vetës, për pastaj juve, kur ka diçka të boje që prish morale njëri sikur ndan në më tepër me dëgjuara, atur është fjala e Kur'anit, kur na dhe diçka në Kur'an, sikur hezitojmë dhe nuk e marrëm shumë parasysh apo të dëgjojmë deri në fund. Pra mendojmë, nëse ka seriale të gjata të filmave të shturur, seriale të gjata, njerëzit i ndjekin me qindra epizoda dhe nuk besnisen, a nëse ta servon një ligjërat që i ka mbi 20 minuta, as kush nuk e dëgjon. Nëse është 3 minuta, diçka, çdo kush mundohet pak e ecën më shpejt. A kur janë disa seriale të gjata, shumë të gjata, domethënë me qindra epizoda, nga 1 orë, njerëzit i vetë ndoshta edhe njerë përveç atë që e shohën drejt përse drejti, mundohen edhe në përmes YouTube-s, mundohen ta përsërisin dhe ta shohën mos vallu ka ngjerë diçka. Apo sikur është rasti i ekipeve të futbollit që janë kundër futbollit, njerëzit kanë tendencë të ndjekin, a me ndjekin ekip pas ekip, lojë pas lojë, kur është puna për më koncentruar, me mësuar ajo që është hajë, shkolla, mektepi, Kur'ani, suret, tune jemi duke ngjetur, ajo është shkak si pasojë e moralit dhe karakterit tonë. Allah të na forcon në çdo është si të shejtanit. Të nderuar dhe respektuar, para jush sot inshallah do të ekspozoj një hadith të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, i cili bën një harrimësim, një mëjtë për besimtarët, një mëjtë se Allahu çdo herë jep më tepër se sa ka nevojë. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. O ju besimtarë do të bëni tregti me Allahun te bareke ve teala, se vetëm vërtet ata të cilët duhet bëjnë tregti me Allahun do të shpëtojnë dhe kurse ato të cilët bëjnë tregti jashtë Allahut, ata do t'i presin në dënim i idhët apo në dënim i dëmshëm. Transmetohet nga transmetues një imagjinat i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është Abu Huraira
radiallahu anhu. Koka më e bekuar e cila ka pas historia e njerëzimit. Në Sahihejn, në Muttefaqun alejh të Buhari dhe Muslimit, më shumë është ekspozuar dhe më të qartë ka ndarë hadithet e Ebu Hurajres radiallahu anhu. Ebu Hurajra në për rastin flas pak për to sa është sa duhet të firë të shumë, ka qenë njeriu i cili e testoi Omerin radiallahu anhu. Njëra Hazreti Omeri thuhet se ka pyetur mbi 100 transmetime për mirën. Mirë po Ebu Hurajra nuk e ka ditë se dikush e evidenton rrapa, domethënë dikush ka qenë rrapa edhe ka shkruar që ka transmetuar Ebu Hurajra. Domethënë ka transmetuar Ebu Hurajra. Edhe pas disa viteve, jo pas një kohë, pas disa viteve, Hazreti Omeri të Ebu Hurajra si thotë edhe një herë, po mirësh me hadithin e pejgamberit, ta ka mësonë të pyes edhe disa pyetje. Ka thonë edhe njëjtët. Mirë po, brenda atyre të njëherë ka lut njeriu e transmetuesit. Domethënë nuk ka qenë i katërt, ka qenë i shtatë, ka thonë vetë atë nuk e kam dëgjuar. Ka thonë kur e ka thonë ndrejshë, anë pa kështu. Domethënë kështu pa. Pra një fjalë që është ndryshuar, edhe ka qenë koka e redatuar nga pejgamberi, i redatuar që të banë me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, transmetohet nga Ebu Hurajra radiallahu anhu. Ebu Hurajra për Kurejshtë të dini, i ka thonë baba i Macave, kështu e ka pasë. Ka redatuar, i ka pasë merak Macave, i ka pasë i Macave, mund e ka një shqipë. Se Maca është e mirë, rrjetë në shtëpitë e njerëzve është e mirë, Maca është e pastër, për të nisë, dhe Maca pastër. Kurse qeni, brenda shtëpi është ndaluar të rrjetë, edhe në oborin e shtëpisë, pa nevojë qeni është haram. Qeni është për të rujtur, për dhenë, për zhakara, për të rujtur, për të rujtur shtëpi, madhin, për diçka që është e nevojshme, kurse për qenë është haram, Islam është haram. Por me marrë se është haram, në pejgamberi i ka Xhibrili dhe pejgamberi ka merak, ka disa ditë në kreat, ka thonë një diçka që është të pitone. Prish i vogël, edhe Xhibrili me laqë nuk i ka pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kështu duhet i dim ajo që na thënë. Transmetohet nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, i cili ka thonë: ati që ja dhon 5 gjëra, njëri që i posedon të 5 cilësi, Allahu do t'japë edhe 5 cilësi tjera. Njeriu i cili është informizuar nga Ebu Hurajra me 5 cilësi, me 5 atribute, Allahu do t'i japë edhe 5 atribute tjera apo 5 cilësi tjera. E para është të pejgamberi alayhi salatu wasallam, ati që i është dhënë shukri, falëndrimi dhe Allahu te bareke ve teala do t'i jepet edhe shtimi. Pra njëri që thotë alhamdulillah, njëri që thotë alhamdulillah, Allahu ja ka bëu wajib vetes vetë ato një ashtu pas. Dhe njëherë sasia nuk shtohet, sasia nuk shtohet. Do thonë mund ta kesh njëtën rrobë, mund ta kesh njëtën televizion, unë i kënaqur me çfarë edhe duke të bërë. Ka dikush i ndoshta keni bërë, domethënë ne kemi biseduar, dikush as mund ta paramendon të çuditë si tempi, shkëti. Mirë po, ajo që njeri falëndron Allahu edhe do t'ia shtojë rrezik. Pra, çdo herë do t'jena falëndrues te Allahu në situatat që i kemi, nëse don Allahu që të na shton rrezik. Kurse tek ata njerëz të cilët nuk e falëndrojnë Allahun te bareke ve teala, Allahu do t'ia marrë atë çështje. Tregohet një rast rivaje në kohën e Musait alayhis salam. Musai nuk e shkuar në Turi Sina të bisedon me Allahun te bareke ve teala, edhe një njeri shumë i varë, forsa që nuk ishte edhe tema e tij ishte e gërisur dhe s'kishte as tesha, shumë i varë ishte. I tha ja Musa, o Musa i dërguar i Zotit, ta pasi që bisedon me Allahun, thuaj Allahu më shton në pasurinë se jam në hall, nuk kam sa duhet. Musa alayhis salam morë mesazhin, te esmatu tje pali njëri shumë, njëri të pashur, njëri modest, kishte një atë, një kafshë shumë të pashur, e pa çiftikën e tij kishte një çiftik, domethënë një pasuri shumë të madhe, kishte kërrejta pasurinë që Zoti nuk japte në dunjë. Ali tha ja Musa, pas e bisedon me Allahun në Turi Sina, thoi Allahu të ma pakson e pak pasurinë se së një bëj hallë. Shumë pasuria më gazaptar.
Edhe kështu që Musa nëse pas I mori informatat nga Allahu te bareke ve teala, I mori gjitha informatat, Allahu e kishte provim paraprakisht Allahu e dinte, por shoku Musa është besnik ndaj popullit të tij, me xhamatin të tij, dhe I tha ç'është porosia nga populli, çfarë porosie ke? Tha po ja Rabbul Alamin, kështu edhe ka ndodhur rastin, ta rasti I parë është një I cili nuk kishte, tha që t'ia shton pasurinë, t'ia shton pasurinë, kurse tjetri kishte shumë pasuri, tha pak ti më njano. Tha cili është mendimi I tja Musa, cili është mendimi në këtë rast. Ne me njerë me thonë çfarë duhet me bëhe, ki njeri që ka shumë, duhet me marë prej këtaj, edhe me adho një pjesë të pasurisë, edhe ai të bëhet pak zengim, të libere pasurinë. Musa, Allahu te bareke ve teala tha jo. Thuaj të vargurit, në t'ja dine kimetin që asojnë t'i bëjë kimet në t'i dhije që asa që e ka, unë do t'ja shtoj. Letëm parendrone mu, unë në tëmë do t'ja shtoj pasurin. Kurse ato e zeginit, apo të pasurin, thuaj në t'a përbuzën e pak mate, në t'a përbuzën. Edhe në këtive si për Musaja e ka pas sep të këtë pasurin, anë I tha emanet unë në qova, tha këtë punë tha mëse mërë shumë në përdorë dhe të paksohet. Tha unë e këtë pasurin dhe më thonë e kam fituar me gjesën time, sa të të mundi të që ati kimetin dhe të t'i boj hapë. Allahu këti njeriut I ashtoj ende pasurin, ti I ashtoj, por ja letë punë. Pra benefitet I patë shumë atë nga, në punën e patë marë bërë. Pra, se ishte parembruz dhe Allah. Kurse ki që boni kufër në atë moment, ta të mojë qëfar kimeti ti di, ti me tonë ama, gjithë kama përbije, Allah të që një fortuna, edhe vdeshi edhe tokën që e dhëmë të pak, që kishte e ngrejti dhe e krejt, nuk kishte më shkakmjede, edhe të dhe një amor dhe vdiq në formën më të keqe, se nuk ishte parembruz nga Allah të bareke ve teala. Të ndëruar, duke se duhet të koncentrojmë në pikën e parë nëse të. Unë jam vigilent, ju jeni gjithë vigilent. Dhe më thonë gjithë jeni të shpitarë. Njerëzit pajtin të shpare. A ka po, këte do të stop të përbeni një vigilent? Krejt e bënë këtë. A tash e bonja e bënë, dhe tash e bënë. Pajtin të shpare a ka buka e gjeshme, cel buka nuk nisë. Edhe bile dhe për buzë, bile të dojë bukash edhe për buzë. Ku e mërë këtë u dëshme e marë prej filan purës, a vjetë e filan pura tjetër, që s'jam u me kundra njeri u me marë, a më si kur e për buzën, edhe kushtronë sofra tona, gjithë sofra tona, sot a këni më gjithë, gjithë. Këtë këni më gjithë. Se di unë e këtë bëke. Unë nuk e di, se ju nuk më dini mu. Unë mund të thonë se unë e kam bëke. Në fund kur I migrojnë sot, jo të gjeratin sot, prej sot, ata më elhamdulillah. A kemi thonë me, elhamdulillah. Sot ishte, a kemi nisë me bismillah, edhe a kemi përfundu me elhamdulillah. Asë më sultani se e kemi ba, asë nuk ju të regoj se e kam ba, se kam ba. Se si ju tëmë se e kam ba, do shtë të të migrojnë. Se dhja e bona, sot unë sabah, unë dhe familjen tëme, ata është bismillah, dhe e përfundohë në me elhamdulillah. Se di, nuk e di a ka sofër që në mëngjes, në drejt, në darë, nuk I ka mës pak që di 3 lloj ushqime. Njoni ka qetër, njoni da vezër të përguara, qetëri të zime, njoni nuk e duket, qetëri ajvarit e du me kësoj, qetëri e du me ketë, a I qetëri ketë, a për ti që kësoj të navinin e këshumë kanë njës të ankohet, kanë filluar njëzit filon në vendi pizzat pa të mira, filon në vendi pak pa nuk të mira, restoranet shkohet dhe porositet me të madhe, gjisa ushqimit gati, kanë dëshmitari, kanë njëzit e restoranet, gati gjisa ushqimit fuget, se kumë se përbën segi, edhe njerëzit kur ngrajnë më thonë alhamdulillah, o Zot që na e mundësove dhe sot të më thonë me hangër prej rësë nuk kam. Kjo që në këtë kohë që jetojmë, nuk është sasia. Sasi ka balë, shumë kemi me hangër me fajnë. Tepër kemi, a më të çdo njëri prej nërë, tu kemi një prej vetës të ime deri të ju, pra gjithë të një s'kemi, s'ka, nuk ka. A thotë për Amir Islam, ati që është dorë për endrimi është të shtemi, me ajet kuranor
la in shakartum la azidannakum. Pra Allah e ka bërë obligim vetës ti, domethënë atij që është dorë falëndrimi, ka të thonë ai që më falëndron mua, do të thotë unë vajib Zoti e bën vetë që ai Allahu te bareke ve teala me jashtu pasurinë. Pra, më lejoni të shpëtis në pikën e parë disa raste për rasteve kur unë kam jetuar me një kohë bashkë me moshanikët e mi që pak ma probleme kemi pas punën e bukës. E di shumë se kam korë me dorë. Unë kam korë me dorë. Mos të dorën në bëj, pak po disa vende nuk kinte po bëj. A di çfarë të tire ishte e prindërve tonë, apo e gjishrëve tonë, çfarë të tire ishte? Detira ishte pasi që të korët druni krejt, të bënë në pologë ishte, të lidhe me duaj, edhe gjithë argjati i shtëpisë të mbledhën kallin të grupit. Apo më shumë, kallin me sajre krejt. Apo nëse ishin kush, pasi që e prishin kalamboqin, njerëzit i thoshin kalamboqin remski, kisha remska të nek shumë, tim, a mos guxonin pjesa as një kokë, a dini me groshën kemi. Ne vendi o rashja, rëtusha, syllarja groshka. Pasi që e kanë brej kalamboqin, e kanë brej groshën, kanë thonë hamlar me mbet, shumë hamlar me mbet, edhe njerëzit nuk e kishin qëllimin se ata bile qërtonte nëse një kohë grosh e shkel një. Nuk mos se bereqet është, kështu ka thonë njerëzit. A është gritë këti bereqet? Aja ka marrë mendje diku në shatra tonë, që sfilare, rashja, e këto vete që kanë thonë, minimum çdo shtëpi 20 groshe ka shi. Minimum, mas pakti, çdo shtëpi 20 groshe ka shi. Ne grosh, ato bile njerëzit pa kanë thonë, unë nuk vjedhë për vete, njerëzit që kanë vjedhë, thotë nuk bënë. Shumë, nga cilat shka që jetë nuk bënë. Ka shumë lënë, do shbon lënë, a e kom njerën me ka të istilarën, a besu të rëpë, nuk bënë, ka thonë nuk bënë. Nuk është fajt e një person, Allahu ka ngritë dërëgjet. Allahu ka ngritë dërëgjet. Përsa është e e para. Pra, nëse Allahu të jetë, duhet të përrejtë. Ne mund në sofër të vërtej. A e vërtetë, ka i ditë, po unë jam pjesë e juve, unë pëse kam një qërsi, nuk jam ma ndrishë se ju. A me sabah e ki problem njerëzit të ngresht hamë buke, dini këtë? Në sabah, hajde me buke hazër, hajde me sofra hazër, sofra vinë para vaktit njerëzit nuk mundën krejtë. Nuk nisin me bismillah, nuk e përfundon granë tonë në alhamdulillah. A me nuk të mëjsh duare bukës, nuk të tiroj. Këtë po e bëjmë vetëm për reklam. Duare bukës e bëjmë vetëm reklam. Hoxha, hajtë e bëjmë duare bukës. Amin, që i përtet hoxha me mikrofon, këtë amin bëmë. Nga za, a i ke thonë shqipë Zotit, o Allah, ti të përëndrëm që na e dhe të nushme me hangër me finë. O Allah, me ashtëm bereqetin, o Allah, shtoje muhabbetin në familje tonë. Pastaj, e një gjithë është na e keqe që kësa. Unë që njoni se njoni ma vondur mune, sofrari, ka thonë be Amerisë, ku shtrohet sofrari gjatë, Allah unë ngrenë bereqetin e muhabbetin. A në dalë disë muhabbetin, ngrajnë, a qëtëri alësa është të hangër, nisëm telefon, ki qëtëri, mëse shtajnë kush dhe ngrejnë. Probleme ka, kush dhe ngrejnë. Kush dhe bëjke. U harau bismillarë të dhe. Nuk është hangër buk me tërbije islame, dhe nuk është ngritën nga sofra me tërbije islame. Unë nuk thëmë shumë. Probleme ka njëzit nuk i kanë duarët parë dhe mbasë ngrajnë njësë, që ka thonë për Amerikë. Kush hushët në sofra, paraj duarët, është do pjesë ataj dhe pa besmele, e pjesë sofrën shejtanin. Edhe kur ngrenë për sofrën, njëti që se përendronin atë, Allahu dhe të ngrenë bereqetin në krak prej për shtëpia. Pra, në fund, keni me hongre. Vallaj të kome të këtë. Nuk ka njëri që të vune prej bukës, një të smi. Nuk ka njëri, s'muk tjekë. Edhe gjithë ka. Fukarallëku ka një në shpirta tona dhe është ngritë bereqeti muhabbetit të njerëzve se barabar e kje shejtani dhe Allah i lana në shtëpi, apo në sofër, apo në gjumë. Shejtanët kur hecë, a i që i urnoni pari,
të shqipë në sofrën që së shko bismillah, urni me ta. Shejtani ta, hini në për shtëpijat e njerëzit, kur flejnë njerëzit, edhe nuk ka risk të flejnë me bismillah. Edhe pra, jo larguar të tërbijet islame, edhe jemi në këtë gjendje që jemi. Do të thonë, ne vetëm nuk e përfunduam pikën e parë, të cilët janë 5 gjëra nga pejgamberi, do t'ju jepet edhe 5 tjera, pra ato të cilat e falënderojnë Allahun te bareke ve teala, Allahu do t'i shtojë edhe bereqetin. Lutim Allahun të gjumon në farë, inshallah taala, Allahu ne bën këtë gjumon në farë të parë. Wa kulli qawli hada astaghfirullahi wa lakum.